Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim këtë të diel ka folur për kompaninë e re të prezantuar këtë javë Albanian Digital Solution, e cila do të jetë një nëndarje e akshit. Rama deklaroi se akshi do të jetë drejtuesi, rregullatori dhe monitoruesi i cilësisë, ndërsa Albanian Digital Solution do të jetë praktikisht truri, që do të prodhojë në mënyrë të vazhdueshme zgjidhjet e nevojshme dhe do të mirëmbajë sistemet. Sot kemi një rritje të ndjeshme të aplikimeve për programet e inovacionit. Mbi 1100 aplikime kanë ardhur vetëm në ciklin e fundit granteve për programin Startup Albania dhe të gjitha këto na tregojnë se kemi fituar gradualisht një terren ku e kemi nisur edhe në këtë pikë nga fundi i fundit. Dhe sot kemi një vend në hartën europiane dhe globale të inovacionit për sa i përket sektorit publik, por kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara. Dhe kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara në sektorin privat, kemi nevojë të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet e reja të teknologjisë edhe në qeverisje. Gjë që faktikisht e kemi nisur dhe do ta vazhdojmë me intensitet edhe fal kësaj ndarjeje të akshit në dy pjesë. Akshi do të jetë drejtuesi dhe rregullatori e monitoruesi i cilësisë, ndërsa Albanian Digital Solution ADS-ja do të jetë praktikisht truri që do të prodhojë në mënyrë të vazhdueshme zgjidhjet e nevojshme dhe nga ana tjetër do të garantojë mirëmbajtjen e sistemeve tona. Rama u shpreh se është hedhur një hap drejt një etape të re teknologjike, e cila sipas tij do të transformojë thellësisht qeverisjen elektronike të vendit.